Ndërpritet edhe seanca 12 dështon tentimi i radhës i lëvizjes vetëvendosje për të ndryshuar mënyrën e votimit. Kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari, pa kaluar as 5 minuta ndërpreu seancën për herë të 12 gjatë ditës së mërkurë. Dhe njoftoi se ajo seancë do të vazhdojë gjatë së premtës në orën 10. Seanca dështoi përsëri pasi propozimi i kryesuesit, i cili po ashtu vjen nga lëvizja vetëvendosje, nuk mori vota të mjaftueshme për të formuar një komision për votim të fshehtë për kryetaren e kuvendit. Përfaqësuesit e partive politike edhe sot deklaruan se vazhdojnë të mbeten me qëndrimet e tyre të vjetra, duke pamundsuar kështu konstituimin e kuvendit. Procesi ka ngecur prej javësh pasi partia fituese Lëvizja Vetëvendosje nuk po arrin të siguroj votat e nevojshme për kandidatën e saj për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu. Ajo shihet nga disa parti parlamentare si figurë përçarëse. Lëvizja Vetëvendosje ngul këmbë se ajo është kandidate meritore. PDK dhe AAK i kanë kërkuar vazhdimisht vetëvendosjes që ta ndërrojë emrin e kandidatës, teksa janë përmendur edhe emra nga këto parti që do të mund të votonin. Lidhja Demokratike e Kosovës ndërkohë ka thënë se nuk do të votojë asnjë propozim të kësaj partie. Lumir Abdigjiku ka propozuar nisjen e një procesi të ri politik me pjesëmarrjen e të gjitha partive, duke kërkuar unitet mbar kombëtar dhe një qeveri tranzicionale që do të funksionojë deri në përzgjedhjen e presidentit të ri. Qeveritë e tranzicionit janë zakonisht të gjithë përfshirëse, duke përfshirë përfaqësues të grupeve të ndryshme politike dhe shoqërore, për të garantuar barazi dhe legjitime.